Ajo bërtiti. Dhimbja vinte në val duke më shyrë për brenda. Vetëm. Në mes të pyllit. Askush përreth. Asnjë shenjë ndihme. Vetëm pemët e larta, era e ngrirë dhe gjaku që i rrithte midis këmbëve. Isabela ishte 9 muajshe 7 zënë. Ajo ishte larguar nga shtëpia pasi e kishin nxjerrë jashtë. Baba i fëmijës u zhduk. Nëna e saj e dërgoi larg. Ky është problemi yt, tha ajo. Kështu që ajo eci. Ai eci derisa nuk mundi të duronte më. Ai ra aty pranë një trungu të thatë peme, me barkun e fortë dhe trupin të tronditur. Dhe atëherë u shfaq ai. Një ari. I madh. I heshtur. Ajo ngriu. Ai mendoi se ishte fundi. Ai mendoi për të birin. Nuk doja që ai të vdiste ashtu, pa e parë dritën e botës. Por ariu nuk sulmoi. Ai u ndal disa metra larg. Ai e shikoi. Ai merrte frym ngadalë. Gjoksi i tij ngrihej e ulej, sikur po ndjente dhimbjen e saj. Isabela qau. Ai bërtiti. Por ariu nuk u largua. As nuk përparoi. Qëndroi aty. Sikur të ishte duke pritur. Ajo u përpoq të largohej zvarritur, por dhimbja e pengoi. Dhe ariu bëri 2 hapa të ngadalë. Jo një kërcënim. Ki kujdes. Ajo bërtiti përsëri. Dhe ariu u ul. Atje. Në anën e saj. Pylli papritmas ra në heshtje. E vetmja gjë që dëgjoje ishte zhurma e erës dhe frymëmarrja e saj e rëndë. Largohu të lutem. Pëshpëriti ajo dobët. Por ai nuk shkoi. Ariu e ktheu fytyrën nga ajo. Sytë e tij dukeshin të qetë. Ishte sikur të thoshte, nuk do të lëndoj. Koha kaloi ngadalë. Çdo tkurrje ishte një bubullim brenda saj. Por ariu qëndroi aty. Si një statuj e gjallë. Sikur ta dinte. Sikur të ndjeje. Ajo, me lot në sy, e mbajti barkun. Do të lindësh pikërisht këtu, dashuria ime. Dhe ariu qëndroi. Edhe me të bërtiturat. Edhe me erën e gjakut. Edhe me dhimbjen që përhapet në ajër. Ai nuk u largua. Ndërsa nata filloi të binte dhe i ftohti përfshiu dyshemen e pyllit. Ai ishte ende atje. Sikur po kujdesej për të. Ajo mezi lëvizte. Dyshemeja ishte e ftohtë. Gjethet ngjiteshin në lëkurë. Dhe foshnja nuk kishte lindur ende. Dhimbja erdhi e shkoi. Por tani, midis një tkurrjeje dhe një tjetre, ajo e shikoi atë. Ariu. Ende atje. Nga ana. U ndal. Ai nuk bërtiti. Nuk lëvizi. Ai mori frym thellë, sikur të ndjente atë që ndjente ajo. Isabela nuk kishte më forcë të ikte me vrap. Por as unë nuk doja. Frika është zhdukur. Nuk mund ta shpjegoja, por ai ari. Dukej sikur më mbronte. Ajo u përpoq të fliste. Pse je këtu, ë? Ai lëvizi veshin. Sikur po dëgjonte. Ajo qeshi, edhe pse kishte dhimbje. Duhet të jem duke u çmendur. Po flas me një ari në mes të pyllit. Era frynte fort. Ajo u drodh. Ariu pastaj u ngrit në këmbë. Ajo u friksua. Mendoi se do të largohej. Por ai thjesht eci përreth dhe u shtri në anën tjetër të saj, më afër. Sikur krijoi një mur midis saj dhe erës. Isabela i mbylli syt. Po dridhesha. Djersitje. Por unë nuk isha më vetëm. Një orë kaloi. 2. Koha nuk kishte më kuptim. Ndonjëherë ajo flinte pak. U zgjova me dhimbje. Por ariu ishte ende aty. Në heshtje. Duke vëzhguar. Ajo filloi të fliste më shumë. Më nxorën nga shtëpia. Askush nuk donte të dinte për mua. As vajza ime. Ariu shikoi. Pa ja dridhur syt. Ajo vazhdoi. Por ti qëndrove. Edhe pa e ditur kush jam unë. Edhe me gjak. Edhe me britmat e mia ti qëndrove. Lotët rrjedhen. Ishte e çuditshme. Por ajo kafsh dukej se e kuptonte. Kur ajo qau, ai shikoi më me vendosmëri.
kur ajo buzëqeshte, ai e mbështete kokën në dy sheme, sikur po relaksoi edhe ai. Dielli filloi të linte. Ajo e mbajti barkun. Koha po vjen, bi. Ariu u ngrit ngadalë. Ai u afrua pak më shumë. Ajo nuk ndjeu frikë. Ishte sikur i besoja. Sikur në një farë mënyre askush nuk do ta kuptonte kurrë, ai Ari ishte miku i saj i vetëm në botë. Ajo e vuri dorën në dy sheme. Ai u përpoq të ngrihej. Ai bërtiti nga dhimbja. Dhe Ariu lëshoi një zë të ulët. Nuk ishte një ulërim. Ishte sikur po telefononte. Sikur donte të thoshte, hajde, jam këtu. Dielli u ngrit në qiell. Dhe Isabela, edhe pse e vetme, edhe e dobët, ndjeu se nuk ishte më e braktisur. Ajo e kishte atë. Dita kaloi ngadalë. Dhimbja u rrit. Isabela po djersiste, po dridhej dhe po i shtrëngonte duart në dy sheme sikur t'i mbanin fort jetën. Foshnja donte të linte. Por trupi nuk mundi ta duronte më. Ajo nuk kishte ngrënë. Nuk kishte ujë. Vetëm dhimbje. Shumë dhimbje. Dhe Ariu. Gjithmonë aty. Ajo qau butësisht. Nuk mund ta bëj. Nuk mundem. Ariu u afrua. Ai qëndroi aq afër sa ajo mund ta ndjente ngrohtësinë e tij. Isabela nuk e kuptoi. Por unë e ndjeva. Ajo kafsh ishte më shumë nga ç'dukej. Ajo u përpoq ta tërhiqte veten. Ai bërtiti. Duke pritur që dikush të shfaqet. Por askush nuk erdhi. Vetëm Ariu. Në një moment, asaj i ra të fikët. Ai ra në krah, duke marrë frymë me vështirësi. Barku është i fortë, si një shkëm. Fytyra e zbeth. Ariu ja nuhati fytyrën. Ai shtyu lehtë me hundën e tij. Asgjë. Ajo nuk reagoi. Pastaj u ngrit në këmbë. Dhe ai vrapoi. Ai u zhduk midis pemëve. Isabela qëndronte aty e palvizshme. Duke marrë frymë dobët. Disa minuta më vonë, hapa të rënd u kthyen përsëri. Dhe ai u rishfaq. Në gojë kishte diçka, një copë pëlhure, një shishe të shtypur me ujë brenda. Gjëra të hedhura nga dikush, ndoshta nga kampi i vjetër. Ai vendosi gjithçka pranë saj. Ai ja nguli syt. Ajo u zgjua pak më vonë. I hutuar. Por i gjallë. E pash pëlhurën. Shishja. Dhe Ariu që ri ulur aty. Ishe ti, murmuroi ai. Ai vetëm e shikoi ngultas. Ajo u përpoq të pinte. Ai i lagu buzët. Ai qau nga lehtësimi. Faleminderit. Unë as emrin tënd nuk e di. Koha kaloi. Pasditja u shndërrua përsëri në natë. Dhimbjet erdhen me gjithçka. Tani ishte e vërtetë. Ajo bërtiti. Më shjeu fytin. Foshnja po linte. Ariu ecte në rraf. Nervoz. Ai e fërkoi trupin e tij pas pemëve. Ndalo. Isha kthyer. E shikova. Bota dukej e bllokuar në atë moment. Ajo e detyroi. Ai bërtiti. Po rrjedhte gjatë. Dhe Ariu, edhe pa e kuptuar se çfarë ishte e ndjeu. E ndjeva se ishte e rëndësishme. Ndjeva sikur ishte jetë. Kur e qara e foshnjës jehoj në përpyll gjithçka u ndal. Ajo e mori fëmijën në krah. Një foshnjë e vogël, e kuqe, që qanë me të madhe. Bia ime. Ke mbërritur. Isabela buzëqeshi, por sytë e saj tashmë po mbylleshin. Shumë i dobët. Shumë gjatë. Ajo mbështeti kokën në bagazh. Ai e shikoi Ariun. Kujdesu për të dhe ai ra të fikët. Ariu u afrua. Ai e shikoi foshnjën. Era ishte e fortë. Britma e fortë. Por ai nuk u largua. Ai u shtri në krah. Pati heshtje. Dielli nuk kishte lindur ende. Pylli ishte i errët, i lagësht. I heshtur. Isabela mbeti shtrirë, e zbeth, pa forcë. Ai mezi merrte frymë. Foshnja qau but, e mbështjell me copën e vjetër që kishte sjell Ariu. Vajza e vogël po dridhej, me fytyrën e shtypur pas gjoksit të nënës së saj. Ariu nuk lëvizte. Ai ishte ulur aty duke shikuar.
Ai lëvizi hundën, shikoi përreth, duke dëgjuar për ndonjë tingull. Por ajo që ai shikonte më shumë ishte ajo. Isabela. Ajo i hapi syt ngadalë. Më duhej pak kohë për të kuptuar se ku ndodhesha. Pastaj ai u kujtua. Lindja. Foshnja. Dhimbja. Ai u përpoq ta ngrinte qafën. Më dhemte. Por e shihni. Vajza. Gjallë. Dhe Ariu. Ende atje. Ajo buzëqeshi dobët. Ti nuk u largove. Ariu bëri një hap përpara. Shumë ngadalë. Ai u ndal pranë saj. Ai u ul përsëri. Ajo kaloi një dorë të dridhur mbi kokën e foshnjës. Do të jesh mirë. Më dëgjon? Vajza pshertiu lehtë, por ishte e fortë. Isabela mbylli syt për disa sekonda. Pastaj u hap përsëri. Ai e shikoi Ariun. Ti qëndrove. Deri në fund. Ariu u shtri. Koka e tij ishte mbështetur në dy sheme, shumë afër dorës së saj. Ajo i shtriu gishtat. Ai preku leshin e tij. I butë. I ngrohtë. Një lot i rrjedhi poshtë. Faleminderit. Fjalët filluan të dështonin. Gjoksi i tij ngrihej ngadalë, pothuajse pa ajër. Ariu gromëriu butësisht. Jo nga inati. Ishte një tingull i trishtueshëm. Pothuajse një vajtim. Ajo e shikoi vajzën e saj për herë të fundit. Pastaj te Ariu. Dhe pastaj ndaloi. Gjoksi nuk u ngrit më lart. Trupi mbeti i palvizshëm. Heshtja u përhap. Foshnja qau me zë të lartë. Ndjenja se diçka kishte ndryshuar. Ariu nuk lëvizi. Qëndroi aty. Hunda i u ngjit pas dorës. Koha kaloi. Orë të tëra ndoshta. Derisa Ariu u ngrit. Ai nuhati fytyrën e saj. Ai e nuhati foshnjën. Pastaj, me kujdes, u shtri pranë vajzës. Ai e mbështolli trupin e tij rreth saj, sikur donte ta mbulonte. Mbroni atë nga të ftohtit. Të botës. Nga dhimbja. Foshnja ndaloi së qari. Dhe ai fjeti. Në krahët e të vetmes qenie që qëndroi deri në fund. Trupi i saj ishte ende aty. I ftohtë. I heshtur. I mbuluar me gjethe. Foshnja po flinte. E mbështjell me copën e ndyrë, me arushin të ngjitur në trupin e saj, sikur të ishte një mur i gjallë. Kaluan 3 ditë. 3. Dhe Ariu nuk u largua. As për një minutë. Ai nuk hëngri. Nuk gjuajti. Unë vetëm po shikoja. Nëse dikush i afrohej, ai bërtiste. Nuk do të lejoja askëm të më afrohej. Fshatarët më poshtë rrugës e pan atë nga larg. Ata i thirrën autoritetet. Ata e treguan historinë. Ka një ari që mbron një foshnjë. Dhe trupi i nënës është atje gjithashtu. Në fillim, ata menduan se ishte një shpikje. Por ata shkuan për të parë. Ata mbërritën me kujdes. Oficer policie, zjarfikës, madje edhe veterinar. Dhe ata pan. Ariu ishte aty, rreth foshnjës, i shtrirë. Trupi i nënës vetëm disa centimetra larg. Kur u përpoqën të afroheshin, ai u ngrit në këmbë. Ross no. Ai qëndroi përpara fëmijës. Duket sikur thoshte, askush nuk e prek atë. Ata kaluan orë të tëra duke u përpjekur. Ata provuan ushqim, zhurmë, asgjë nuk funksionoi. Derisa një grua e moshuar ju afrua me qetësi. Ai u gjunjëzua. Ai foli butë. Ti je kujdesur për të deri në këtë pikë. Tani le të kujdesemi edhe ne për të. Ariu shikoi. Larg. Dhe për herë të parë ai u largua. Ngadalë. Ai u shtri përsëri. Por ai e la rrugën të hapur. Gruaja e mori foshnjën në krah. Unë qava. Ajo është gjallë. Ajo është gjallë. Të tjerët mbuluan trupin e nënës. I pritën të dy me respekt. Por Ariu ishte lënë. Ulur pranë trungut ku ndodhi e gjitha. Dhe ai nuk u largua. Ai qëndroi deri në funeral. Atje në varrezat e vogla të fshatit, kur arkivoli i bardh u ul në tokë, ai u shfaq. Askush nuk e thirri.
Askush nuk e arrestoi. Ai mbërriti nga dalë. Ai u ndal në buzë të gropës. Ai shikoi poshtë. Dhe bëri një tingull të ulët. Një rënkim i gjatë. Pastaj ai u shtri aty. Nuk doli. Edhe kur toka mbulonte gjithçka. Edhe kur të gjithë ishin larguar tashmë. Edhe kur qielli u errësua dhe ra nata. Ai qëndroi. Foshnja u adoptua nga gruaja që e gjeti. U rrita me historinë që tregoi kudo. Një ari më shpëtoi jetën, tha ajo. Një ari qëndroi në këmbë. Kur askush tjetër nuk qëndroi. Dhe deri më sot nëse dikush kalon pran asaj varreze natën. Ata thonë se, her pas here, shfaqet një ari i madh. Shtriu pran varrit. Dhe ai qan butësisht.